Askush të mos ketë dilema për qëndrimin për agresionin rus. Kjo ishte përgjigjja e kryeministrit Hristijan Mickoski i pyetur për pjesëmarrjen e Ivan Stoiljkovicit në manifestimin e ambasadës së Rusisë në vend. Stoiljkovic para 2 ditëve mori pjesë në kremtimin e ditës së Rusisë, prej ku ambasadori Sergej Baznikin porositi se operacioni i tyre ushtarak në Украиnë do të vazhdojë. Ставот на владата е многу јасен околу руската агресија, непроменет и прецизен. Исто така и присуството на вице-премиерот Изет Меджити во Одеса е јасна потврда, така што не треба никој да има апсолутно никаква дилема. Përveç Stoiljkovicit, në manifestim kanë marrë pjesë edhe deputet nga partia e tij, Dragan Nedeljković, deputet të Levicës, ambasador nga Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Kazakistani, Turqia, Kina, si dhe pothuajse gjysma e mitropolitëve në krye me peshkopin e Kishës Ortodokse të Maqedonisë. Të gjithë ata nga rreshtat e parë dëgjuan fjalimin e ambasadorit rus, i cili theksoi se përpjekjet për të shkatëruar lidhjet e forta midis dy popujve vëllazërore do të jenë të pasukseshme. Ndërkohë që autoritetet në vend krenohen se Maqedonia është ndër mbështetësit më të mëdhenj të Ukrainës në ndihmë për kokë banori, Baznikin theksoi. Regjimi në Kiev po shndrohet gradualisht në organizatë terroriste, ndërsa sponsorët e tij po bëhen bashkëpunëtor të terroristëve. Ndryshe Stoiljkovic në një paraqitje të fundit televizive theksoi se do të vazhdojë të marrë pjesë në ngjarjet e ambasadës ruse, duke arsyetuar se të dyja shtetet nuk i kanë ndërprerë marrëdhëniet diplomatike.